të emisionit Koha Shtesë, sot do të rikthehemi për të bërë intervistën e parë pas ndeshjes Shqipëri-Serbi. Një ndeshje e cila përfundoi në rrjetat e paprekura, një barazim 0-0 që për fatin e keq duket si një humbje për Shqipërinë, sepse kemi lënë 2 pikë në Air Albania, megjithatë nëse mundohemi të shkojmë ndeshjen pak më ftohtë, megjithëse në siguri që ne nuk mund ta shikojmë kurse si ndeshje me Serbin kaq ftohtë, paktën ne nga jashtë. Ishte një ndeshje e cila u luajt mirë nga ana e Shqipërisë, kishte më shumë raste, por në fund nuk arritëm dot që të fitonim. Megjithatë, për shumë detaje rreth kësaj ndeshje do të jemi sot në intervistë me Dritan Dervishin, njëri i cili e njeh shumë mirë futbollin shqiptar, gjithashtu është pjesë e Veronës, zyrtar i Veronës dhe ka shumë për të na treguar rreth kësaj ndeshje. Dritan, përshëndetje. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Dritan, nuk duam që të presim shumë, edhe duhet ta nisi pak zjarr, a e degeneroi Armando Broja Pavlovicin e Milanit dje apo jo? Tashti, duhet ta filloshim nga përgjithësi gara në zgjedhjet teknike, taktike, në zgjedhjet humane që bëri trajneri jon, por me që ti më bëri pyetjen për Armando Brojën, siç ta kam thënë gjithmonë dhe ta rikonfirmoj dhe ja rikonfirmoj të gjithëve, Armando Broja është i vetmi talent që ka kombëtarja e Shqipërisë në repartin e sulmit. Mos diskutojmë për të tjerë. Megjithse Armando Broja dje luajte një pozicion ku mund të lunte shumë mirë Bajrami, Hasani, Jo, do i flasim gjitha këto më vonë, por thjesht për përiniset të bukur dua të di pak për të duelin Pavlovic-Broja, si e peti? Nuk ka problem, Pavlovic mund të jetë atje dhe i famshëm i mbrojtësit më të mëdhenj Maldini e Baresi të kohës së art, në një moment Broja ka një fuqi fizike dhe një shkëputje të shpejtë, do të thënë një sprint të shpejtë dhe ka një fizik, është 1.90 djalë. Me atë shpejtësi dhe me atë ta mçef topi, gjithmonë topi ta mçef dhe të sfidon, duke sikur tallet me ty. Dhe pastaj ne dëgjojmë që Broja ishte i lodhur. Po normal ta vesh Brojën te krau, normal që Broja do lodhet. E kupto, trajneri i mirë është ai që vendos lojtarët në pozicionin e dur në momentin e dur. Me këtë pres pyetjet tuaja. Jo, dua të vazhdoj pak te ky dueli dhe sepse dua ndalem pak më shumë aty te kjo dueli Pavlovicin me Milan, më kujtohet ai momenti kur mbrin ai topi i cili Broja ka bërë atë sprintin e fuqishëm dhe Manaj dhe Hoxha ndoshta nuk e prisin as ata që Broja mund të arrinte atë top dhe nuk e sulmuan dot zonën në Shqipeng, po sa penalltia e humbur, sepse ishte thjesht një shtyrie topi drejt rrjetës, ishte gol i sigurt ai. Jo, ai rast është më e thjeshtë se penalltia ai rast. Ai rast që Broja në pjesën e dytë nga krau djathtë e sfidoi në mënyrë të drejtë dhe gjithmonë topin duke e mbajtur në një krah të mçefur nga ana e kundërt e kundërshtarit. Dhe në fund fare ku të gjithë mendojnë se ai e humbi topin, jep një asist vetëm për ta shtyr. Çokolatina thonë italianët. Ishte çokoladë. Është me gjithmonë gjynaf, por do fillojmë flasim tash për gjithë ndeshjen dhe është e vërtetë, po. Atë dua që të ndalemi pikërisht te ndeshja, por për ta nisur me një detaj të bukur pak dhe me ato frymët pozitive si ta thuaj, dhe më pas do ndalemi sigurisht edhe te problematikat e ndeshjes dhe disa zgjedhje të çuditshme nga ana e Silvinjos. Por për ta nisur një të përgjithshme pozitive. A ishte kjo një ndeshje e mirë e Shqipërisë, siç e thash në fillim, për të 2 pikëve të humbura. Prisej një ndeshje të tillë ku Shqipëria ishte më mirë në rastet, sepse nuk duhet ta harrojmë edhe kundërshtarin që ka më shumë kulturë futbolli dhe tjetri shumë mirë që ka më shumë kulturë futbolli dhe historisë së Shqipërisë. Dhe futbolli nuk luhet me histori. Futbolli luhet me ata që veshin bluzën, me kualitetin që kanë këta lojtarë, me moralitetin që kanë këta lojtarë, me dëshirën që kanë këta lojtarë për fush. Ne nga kjo, lojtarëve tonë, nota 10, më i dopti 24-25 që janë atje, është Silvinjo dhe stafi i tij. Unë nuk i kuptoj dot ato zgjedhje dhe unë e kam thënë me kohë dhe nuk jam nga ata. Mbas Europianit, kur pam atë prezantim të Shqipërisë në Europian, mbas një muaji që i pati kot me skuadrën të punonte, Silvinjo e mbaroi detyrën me Shqipëri. Ne në Europian, si herën e parë me Debiazin, na çuan ata djem, kur ajo që ata ndjen të bluze, na çoi politika e federatës. Ti themi bravo dhe Armando Dukës herën e parë, që fitoi një gjyq shumë të vështirë kundër një federatë të fortë dhe një shteti të fortë, siç është Serbia. Ishim një kohë tjetër ku Shqipëria nuk llogariti. Bravo. Dhe herën e dytë shkuam për meritën tonë,
fust dhe Silvinjon, për arsye se në ato kohë Silvinjo nuk ishte aq mendje madh siç është tashti. Tashti në këto zgjedhje ti, unë mund të fillojmë shumë thjesht, por nuk është se mbaroj ndeshja dhe diskutojmë. Ne jemi profesionistë, diskutojmë dhe para dhe unë je dëshmimtar, nuk mund gënjej të thash që para ndeshje barazim. Të kam thënë barazim ajo. Nuk ma vërtetosh. Për arsye se që kur fillun të dilshin formacionet, unë nga brenda pata disa mesazhe, nuk mund të thoja dot ty përpara, për arsye se do më dishin ata. Tregoshe zgjedhje e Selvijes direkt të gabuara. Po si mund të filloj me reparte. Si mund në repartin e mbrojtjes nuk mund të jetë një lojtar si Ismaili dhe të luajë Ajeti. Do themi ne nuk rëngëm gol. 3 herë në erdhi Serbia, 3 herë në cross në krah dhe 3 herë rrezikun dhe ti themi faleminderit Strakoshës që bëri atë pritje. Pra ndryshe do na përsëriste ndeshja e Elbasanit, apo e kam gabim. Nuk mund të lesh Ismailin ti, me gjithë respektin që kam për Ajetin. Futbolli luhet me kategori. Kategoritë si është Serie A ose Superliga në Shqipëri dhe kategoria parë, lojtarët e Superligës normal dhe në Europë luhet me kategori. Një lojtar i Serie A, titullari pa diskutueshëm, lojtari më i kërkuar në merkaton e Italisë në janar, nuk mund të lehet jashtë siç e lanë Europian. Për një lojtar që kam shumë respekt për Ajetin, për moshën që ka dhe maksimumi në vitet e fundit në Itali ka luajtur me Padova. Mos harrem kur ishte në rinjë e tij. Lojtarët më të mirë për mendimin tim, të fillojmë. Janë 2 krahët, Hysaj, Mitaj dhe Strakosha. Gjimshiti ndeshje normale, i kujdesshëm siç është ai. Unë pres më shumë nga Gjimshiti. Kujdesshëm ndoshta pak më poshtë se që ne prisim. Po. Por Hysaj na tregoi që akoma nuk është lojtar si shumë kolegët e tuaj që thonin, kolegë që nuk janë kolegë që flasin me dëshirë dhe me pastërtisë. Nuk mund të thosh kur Hysaj që është një lojtar i djegur, ka mbaruar. Hysaj është lojtar fantastik dhe sidomos të ndeshje të rëndësishme, si me Lazio, si me Napoli, i nxjerr gjithmonë mirë. I nxjerr mirë. Nuk e çabo, ka eksperiencën, ka freskinë e mendjes që të bëj këto ndeshje. Po duhet të përmendim një detaj këtu, që në krah ka qenë Armando Broja, një lojtar i cili është fantastik për shumë cilësi të tij, por që nuk mbron. Dhe Hysaj ka punuar sa për 2 lojtar bashkë në ndeshje normale, dhe për Broja dhe për veten. Unë e kuptoj që ti ke shumë pikë të dobët Brojen, dhe është normale. Çdo njeri ka një idhull diçka. Djali dje ka bërë mirë dhe fazën e jo poses do e jo kur e kishin topin kundërshtarët. E ka bërë mirë. Po, lojën pa top. Për arsye se ishte me prezencën e tij. Do në prezenca e tij i jep një siguri dhe shoku që mund dali dhe Hysaj veproi tamam. Të dalin me sfush. Po me gjithë respekt që kam djalin e Ish Laçit, do thënë Sheun, duhet të luan të Ramadani, për vetë si e ndjen ndeshjen. Kjo ishte ndeshje burrësh. Burrësh do të thotë një të fusë njerëzit që i kanë përjetuar këto situata. Ramadani në ndeshjet e fundit ka qenë më i miri i Lezhës dhe të gjithë ndeshjet e Lezhës kanë qenë drama. Gjitha si kjo, si Serbi Shqipëri, kjo ndeshje kanë qenë gjitha. Nuk mund të bëj atë zgjedhje ti. Ti mund të bëj Ramadanin, tu lodh Ramadanin fuste Sheun që ka më shumë gjeometri, po jo më shumë dinamizëm. Ti nuk mund të luash me rezervën e Dinamo Zagrebit në krah dhe mos të fusësh Hoxhaj, mos fusësh, ne kemi parë, e mos fusësh në krah Uzunin, Bajramin. Okay? Nuk mund më se futbolli bëhet dhe një rezervë, është një rezervë, nuk ka atë mentalitet, nuk luhet vetëm o burra kush është më në formë se e shef ai 2 ditë në stërvitje. Pastaj, unë jam megjithëse tifoz i Manaj. Mane kaloi një javë shumë të rëndë. Na than ata, apo jo? Po, ka humbur 3 seanca servitore nga 5 ditë. Na than ata, në 7 stërvitje që u bën. Po, ka humbur gjysmë. Ai Manen duhet të fillote nga stoli, dhe ai duhet fillote me Brojën përpara dhe mbrapa mund të luante Odaku Broja, po gjithmonë me një Brojën jo në krah. Broja nuk është lojtar krahu. Broja në qendër, po pati atë sekondin tel përpara portierit dhe bën okazion goli ose shënon, nuk e dim, se goli gjithmonë është fat. Pastaj dhe diçka tjetër që ta mbyllim. Nuk mund të lejosh ti trajner pas neshës me atë futullukun e vet na tha e zgjodha unë atë nuk e kam me Mane fare, Mane mund të humbi penallti dhe 10. Mane e gjuajti nuk do të ta humbte. Nuk kritikoj lojtarin, nuk kritikoj zgjedhjen e lojtarit. Ti ke Aslanin.
që nuk ka humbur asnjë penallti. Unë e mbaj me çete të rit e Empolit. Nuk ka humbur. Nuk ka humbur. Gjuan penalltit e Interi. Gjuan në stërvitje, nga informacion që kam, gjuan penallti pa fund në stërvitje e Interi me Çanoglun e me tjerat. Pa tash një moment është e bëra unë zgjedhjen. E bëra nuk është bëra zgjedhje. Ne luajtëm me Serbinë më të dobët të historisë së Serbisë. Unë Është pas drejt. ndeshjes, unë pas te pandaj nuk jam i kënaqur me barazimin. Nuk jam i kënaqur me barazimin, se ne luajtëm me një Serbi të dobët, një skuadër që më dukte me gjithë respekt që kam me Moldavin, sikur ishte Moldavia. Një skuadër që vetëm xhirote topin aty mbrapa, pa vertikalizime, pa Pa lëvizje. fantazi, Minutët e fundit kur ne normal do krijojnë diçka se lojtarët janë atje, futën kroset nga krahët dhe të rrezikuan. Gjithmonë me Mitrovic sulmusin që pati okazionet dhe boll. Ne humbëm 2 pikë. Nuk barazuam. Unë nuk flas si politikanët që bëjnë në flamurin e bëjnë tjerat ose si vipat që ishin atje dje. Ne humbëm 2 pikë. Ne humbëm 2 pikë dhe duhet i shajmë të 2 pikë. Ne dje gati firmosën vendin e tretë. Mos më thot njëri mu tash jo po do fitojmë Serbi, nuk fiton Serbi. Nuk fiton, ambienti do jetë 300 herë më i keq. Tu në Shqipëri ishte ambient fantastik. Dhe ato numra që bëjshin ata, jo te koka, jo këtu, janë kokë. Me gota plastike u shtriken tokë ti. Po na tash. E kupto? Në përgjithësi, lojtarët serb, bankina u sollën mirë, nuk provokuan. Po dhe tonë të sollën në një mënyrë profesionale, ata janë kolegë, shumë nga ata janë bashkë në ekipe. Por ne nuk na falet ajo mungesë dëshire për ta fituar garën, po jo me 1 gol, jo, me 2 gola. Dhe kjo ndeshje, kjo vule keqe, nuk ngel as mua, as ty, as tifozëve. I ngel as federatës, i ngel zotrisë që është në bankinë atje, që nuk e njeh fare historinë, pavarësisht nga qyteti i Lushnjës, nuk e njeh historinë. Se kjo ndeshje luhet për të fituar, nuk luhet për asnjë gjë tjetër. Janë ndeshje që fitohet. Kur do shkosh ti? Do fitosh në Jugosllavi, në Serbi. Do fitosh atje. Ku do fitosh? Ata atje do mblidhen. Ti nuk ke tifozëri, nuk ke ashtu. Tifozëria jonë e zjarr, pavarësisht nuk ishte ajo tifozëri, ishte më tepër ajo inati që kemi ne me ata. Nuk ishte ajo tifozëria e bukur që unë kam ngjuar çdo ndeshje, kam parë në Europian. Dhe kjo gjë është atë tribunën kryesore. Më mirë ta bllokojmë, ta bëjnë tribuna e VIP, tribuna qeveritare, tribuna si duan ta bëjnë, tribuna gazetarëve, ta bëjnë si duan. Nuk shitet ajo zonë, as mos e nxjerrin fare. Në një kohë që në këto ndeshje duhet ta jepsh edhe atje tifozërisë, të lesh atë qendër për qeveritarët, për ata që vinë gjithmonë, jo për ata që vinë ditën e fundit. Dje pash fotografi të lloj deputete kështu. Se unë e kuptoj. Edi Ramën, Ballën, shumë të tjerë që vinë shohin ndeshjet. E kanë Allah, se vinë si me Moldavin dhe vinë si me Serbinë dhe vinë si me Anglinë ose me çdo ekip. Po dje pam lloj deputeti, lloj prezantues lajmesh. Po mushte më shkallës, shite biletën me pak lekë, ta fitosh këtë ndeshje, shkojmë në Europian. Ne kërkojmë, fitojmë, jemi shumë të mshefta, të mefshta ankora për fitimin. Por hapem atë tribunat e të vinë tifozët, çam më hap me ato që bëjnë vetëm me gishtë shqiponjë dhe kujtojnë se janë atletar. Sigurisht më ka ngelur në mendje në fakt dhe komendi dikujt një tifozë tha që kishte një femër përpara dhe pasi humbi penalltin Manaj, ndërkohë që unë po çmendesha po përfitonte nga rasti për të hedhur disa video dhe foto në Instagram se ishte. Po normal, nuk është jetojmë në këtë situatë në këtë botë videove të gjëra, nuk e kritikojmë atë vajzë, po kush tjetër atje. Unë them, ne si drejtues të federatës që nuk lejnë studio pa mbushur, nuk kemi një studio që ka në i punës federatës, dhe para ndeshjes na jepshin taktikët punës federatës. Ore duhet të ndryshu mentalitet, të lejmë gazetarët flasin, të lejmë ata të fushës flasin, të merrshin lojtarët o ish lojtarët kombëtares, o kush tjetër, të mundohet të merrte iglitare, të merrte një X, një Y, një Mavra direkt nga Gjermania, nuk e di. A kupto? Po po punës federatës. Çfarë do them unë po kundër Veronës? Më thuaj ti më çfarë mund të flas kundër Veronës? Ti çfarë mund të flasësh kundër atij punëdhësit tot? Nuk mund të flasësh dot. Si ke një kontratë të firmosur që ti nuk flet dot. Si mund ta shpjegoj realitetin e një ndeshje dhe ta transmetojnë emocionet e një ndeshje? Unë megjithatë jam shumë i mërzit. Unë pres që Silvinion ta heqin. Nuk duan të gjejnë të vazhdojnë. Por e them. Pra për ty Silvinion duhet të ikë direkt pas kësaj ndeshje. Mas ndeshjes që vjen me Litonin, duhet largohet. Dhe ndoshta ka ardhur momenti të marrë. A shikon ndonjë shans që kjo të ndodhi?
Nuk e shikoj se është shumë ardhja Silvinjës është nuk mos më dekrot Okej, flas. në rregull. I dim Atëherë që duaj që t'i kthemi pak asaj pjesës së penalltisë ti sapo the. E kam dëgjuar Silvinjën dje konferencën për shtyp dhe tha që nëse shikoni ato shënimet e mia, tha i ftoi gazetarët që hajde shikoni shënimet e mia, tha në çdo ndeshje, unë do të them në seancën servitore para një takimi, bëj gjithmonë ato goditet e penalltive dhe zgjidh kush është më i miri. Tha për shembull kundër Rugby's ishte Hasani për gjetur penalltin. Kundër një ekipi tjetër ishte Manaj, kundër një ekipi tjetër ishte Bajrami, dhe këtë herë doli prap Manaj. Kjo si logjik ty të funksionon, domethënë, nëse në ekipin e kemi një lojtar caktuar i cili është gjithmonë në penallti derisa ta humbi. në në Kjo në ka në ndryshuar në në çdo në ndeshje. kategoritë inferiore siç me këtë logjik që fletej nuk ka. Janë dy role që nuk ndryshojnë asnjë në futboll. Është portieri kur fillon sezoni, pavarësisht që mund të ketë luhatje o gabime, portieri titullar vendoset në fillim dhe gjyqësi penalltive. Si mund të bësh gjyqësi për këtë ndeshje këtë ndeshje kështu, jo po këtë ndeshjen tjetër, po atëherë do i vika dhe Ramadanit, Dimshitit, gjyqin penalltit, se i shef ai ato 2 ditë, që ai ne duhet kuptojmë dhe unë insistojnë këtë gjëra. Ta kam thënë gjithmonë kështu. Ky nuk është trajner. Asnjë trajner kombëtar nuk është trajner, është seleksionues. Nuk mund punohet me një ekip për 3 ditë, 4 ditë, 5 ditë. Duhet një vazhdimsi, duhet sezon, duhet përgatitet nga ana fizike në bazë të asaj. Ata lojtarë që kanë, secili kanë ide të ndryshme në për ekipet e veta, përgatitje të ndryshme fizike në ekipet e veta, vinë në kombëtare dhe ky trajner duhet të zgjedhë më të mirët. Ky trajner, ky zoti Silvinjo, tregoj që me zgjedhjet e tij nuk është trajneri duar për ne. E tregoj edhe në Europian, kur la jashtë lloj lojtarësh si Ismailit marrim. Kur na mërzitet gjithë ne, nuk bëhet futbolli në kombëtare me futbollok. Okej, vendos ti se ti shikon ato 2-3 ditë. 2-3 ditë nuk mund të thush nuk mund të thush dot si Conte që thotë unë i shikoj lojtarët dhe unë vendos. Ai shikon, ai ka 7 ditë në Itali, ti e di shumë që trajnimet, çdo ekip i ka të mbyllura dhe ai shikon, ai çdo problem e prek me dorë. Çfarë prek ky? Ky thot 3 ditë mana i shkret smur e vet gjuj penalltin. Po vetëm për atë nga ana psikologjike i shkreti ka qenë smur. Po nuk du të sulmohet mana, se është turp. Penalltia humbet, para se nuk humbet kundër Serbisë. Por humbet. Vetëm po fiks pra, penalltia mund të humbet, por nuk mund të servizën në atë lloj mënyre. Dhe unë mendova me atë vrut që bori Manaj, me atë kokën që pash, po ta shikosh mirë, kam pa dhe ruaj scout. Unë mendova që ky djalë do gjuaj qendrore. Dhe ishte gol i sigurt. Do gjuaj qendrore. Është një ndeshje që duhet gjuaj qendrore, fort qendrore. Nuk ke çfarë zgjedhësh. Ai kokën e ka mbajtur ulur. Po si ti edhe pastaj thu këtë vesh vendosa Manaj. Tashi të gjitha justifikojnë atë barazimi mirë, Serbia ka qenë. Serbia është kot. Ky ekip është kot. Unë mbas ndeshjes fola me një lojtar të kombëtarës Serbisë, që është lojtari jon. Me Mitrovic. Mitrovic është lojtari i Hellas Veronës, i dhën borxh në Belgjik. Dhe më tha, të gjithë lojtarët e vjetër janë nervoz për arsye se ky trajner nuk di të jap ekspresione, thotë, nuk di të japi diçka të re të futbollit serb. Ka futur sherrin e ekip ton, ti shif Milikovic, Savic, Tyllez nuk vinë, shumë lojtarë të tjerë nuk vinë. Dhe ky është fati që ka Signor Selvinjo. Lojtarët ton vinë duke qarë në kombëtare. Vinë të gjithë me dëshirë, po jo vetëm këta të kombëtarës madh, po edhe U14, U15, U16, U17, kur i thret kombëtare, i dridhet dhe prindrit me lekët e veta vinë me vrap, ti bëjnë biletën për një grumbullim ose për diçka. Se pastaj kemi të flasim edhe për dështimin që u bën në kampionatin U17, me futbollistët më të mirë që kishim ne atje. Ai është dështim. Dhe ai dështim ka 2 emra. Pea, drejtori teknik, dhe trajneri amator me UEFA B që është zgjedhur nga Pea atje. Këta duhet largohen. Nuk ka ofendim më të madh që Shqipëria mos bëja si gol në fushë vet. Me një kampionat U17 që e pa gjithë Europa, gjithë adetit i lavor, do thonë, ne që punojmë futboll erdhëm me pam, të gjithë ekipet e Serie A nga Gjermania, dhe ti më lën një trajner që nuk kupton lojtarët, që e kupton se çfarë gravita kishte ajo gjë atje.
Ishte me gjithmonë gjynaf dhe ajo edhe i kam dhe këtu fillojnë problemet tona. Nuk përgatisim gjithmonë të jetë më i miri dhe këto gjëra në seleksionime gjëra duhet të ndërhyjë për mendimin tim direkt kush vendos në federat. Zoti Duka duhet ndërhyjë, duhet i largoj. Mbas asaj ai duhet i japi shans gjithë, po mbas asaj ndesh largohet. Dhe unë dëgjoja pastaj justifikimet, herën tjetër do thrasim lojtar nga kampionati shqiptar. Ti po na ndan e shqiptarëve, ne që punojmë jashtë, me ju që jeni atje. Jemi shqiptar, jemi vëllezër. Kemi një flamur, e duam Shqipërinë siç e do ti e duan. Unë jam larguar për motivet e mia personale. Para 30 Mund ata vjetësh. që janë më larg kanë akoma më shumë dashurinë se sa ata Dakor, se jashtë. ne jetojmë me këtë, po nuk është rast tim, është rasti që të flas kështu, nuk them unë për tjetër, ajo e drejt shumë. Unë flas, nuk është e mund dëgjojnë, do marrim nga jo, lojtarët që janë jashtë përgatit më mirë se lojtarët që janë atje. Lojtarët e ne paguajnë çdo muaj 50.000 lekë për të bërë sport. Ktu paguajnë nga klubi për të bërë sport. Drejtan, unë më kujtohet përpara se Silvinjo të zyrtarizohej te Shqipëria, kishte bërë një intervistë në një faqe shumë të njohur me ato analizat teknike, taktike të tij, duke treguar se është një trajner i cili e ndryshon gjithmonë formacionin apo skemat e tij teknike, taktike, pra ndryshimi i skemës, gjithmonë në bazë të ndeshjes edhe të minutave të lojës. Ndërkohë që këtë gjë ne nuk e kemi parë te Shqipëria. Unë dua të bëj ty një pyetje. Duke parë ti Shqipërinë në gjithë këto ndeshjet e fundit, a mendon se po dalin bllok në pjesën e kraut? Domethënë, gjithë lojtarët që ne kemi pasur në pjesën e kraut, sulmuesit e kraut, apo dalin bllok në të aspekt, ndoshta duhet të ndryshojmë diçka në skemë, që të dalim nga ajo skema me dy sulmuese, ti them parë, që mos lozi prapë me Arboroxhën, apo me Bajramin, apo me Muçin krah, qofse sipas kemi lojtar për ta bërë këtë gjë, qofse nuk po vinë me golat nga krah. Pse duhet ta bëjmë me patjetër kështu formacionin? Mund të luajmë me dy mesfueshor të mirëfillt në krah që të jenë dhe dy linja mbrojtje. Nëse do lush me 3 o me 4. Me 4 mund bësh një 4-4-1-1 me brojën dhe një tjetër. Më kupto? Ore, në kombëtare, ekipi bëhet në bazë të lojtarëve që ke, jo ideve që ke ti si trajner. Tashti dëgjojmë shumë, janë mbasa intervistës, podcastit ton, do na kritikojnë shumë ku merr vesh ti, ku marr vesh shumë, se kjo gjë e bukur e futbollit. Kjo gjë e bukur. Ti gjithë mendojnë se kuptojnë. Po, bravo, por kur flet nga ana tjetër një person, pavarësisht se ti nuk e ke në simpati, Dervishi, Otare, o tjetër, po punen me klube Serie A, punen me për klube jashtë. Nuk është njësoj të jesh nga ky krah dhe të jesh lojtar. Se ne çfarë themi, e tha një ish lojtar. Jo. Duhet gjithçka është e programuar. Dhe unë po them që ky trajner e pas ka thënë këto idetë e tij, këto shtytje e tij, këto gjërat, çfarë ekipesh ka lënë? Çfarë ekipesh ka pas ky që kanë bërë këtë futboll që neve të gjithëve na ngelin mendje dhe e morën në kombëtare dhe ja vodhën 10 kombëtarëve të tjera dhe morëm Silvinjo ne. Me trajner normal, ish futbollist i mirë, aty mbaron një karrierë dhe fillon një karrierë e trajnerit që është trajner normal. Ti mund ta shpjegojmë Si mund ta shpjegojmë këtë gjë, për shembull, janë disa lëvizje të cilat nuk bëjnë fort sens. Vjen Evropiani i Gjermanisë, Uzuni ishte një lojtar i cili e ka dhënë kontributin e tij të kombëtare pavarësisht se nuk ka shnuar shumë gola. Por vjen Evropiani i Gjermanisë dhe Silvinjo e lë jashtë Evropianit të Gjermanisë. Okej, deri diku ne kemi mbrojtur. La dhe Ismailin, aty ka bër, aty Begjeden ka bërë një padrejsi. Dua të diskutoj këtë pjesë për shembull. Okej, te Ismaili po duhet të diskutoj këtë pjesë. Që nëse ti për shembull e lë një lojtar të rëndësishëm e lë jashtë Evropianit dhe ne mund të mbrojmë për të mbrojtur frymën e grupit, por me një ide që ti për shembull nuk e pëlqen këtë lloj lojtari, këtë lloj stili të lojtarit. Dhe çfarë ndodh? Hasani, i cili ka qenë lojtar titullar i padiskutueshëm te kombëtara, më pas futet në stol dhe rikthehet Uzuni. Vjen Seferi, përjashtohet Seferi. Vjen Ajeti, futet Ismaili, kthehet Ajeti prap. Domethënë janë disa lëvizje të cilat nuk bëjnë fort sens. Gjithmonë ka një ndryshim, por është një ndryshim që nuk ka logjike. Ndryshimet bëhen në një bazë të grupit që ke ti dhe unë nuk mund nuk të flas tash kundra një trajneri që bën ndryshime në atë grup. Unë mund të flas kundër një trajneri që ne të gjithë e shikojmë trajneri i kombëtar. Duhet zgjedhja që janë më në formë. Nuk mund të zgjedhë lojtarë që nuk janë në formë. Tash nëse ai do të na thotë që një X lojtar është më i mirë se një tjetër, ku ne të gjithë e dim të gjithë ne që nuk është e vërtetë, por këto sugjerimi janë dhënë nga disa të tjerë, bashkëpunëtorët e tij, bashkëpunëtor stafi, bashkëpunëtor menaxherial, nuk e di, do thënë tregoj që ky trajner nuk është i aftë
për këtë kombëtare që nuk është më e kombëtare para 20 vjet që thonë një morën barazim me filanin ekip apo me Serbin. Jo, kjo është vlerë e madhe kjo. Kjo kombëtare është vlerë e madhe. Kjo ka kampion Evropë brenda, ka kampion Italie, ka njerëz që kanë shkuar deri në finale Champions, është kombëtare fort. Ka njerëz që Dritan, dua të ditë pak të biseda që më the me lojtarin e Serbisë, i cili është pjesë e Veronës. Patë në një bisedë që nëse ishin befasuar pak nga Shqipëria, apo nëse si e përjetuan ata barazimin krahasim me ne, ata barazimin e përjetuan si një fitore, më tha. Shumë mirë barazim, por brenda ishin prap në diskutime lojtarët e vjetër me këta të stafit, për arsye se nuk fituan. Ato donin të fitonin. Po të ky shef atë ndeshje që bën ata, është për të vënë durët kot, të luatë Shqipëria ashtu, unë do ishte njeriu, do usha fishekëzare për atë barazim. Ai është barazim i fuqishëm për ata. Është një barazim i pamerituar, apo jo? Dhe mund na fitonin. Mos harro atë gjuhët me kokë, pritje shkëlqyes. Dhe mos harro një gjuhë tjetër, një cross, jo atë të Samarzi. Pjesën e dytë u flas minutën e fundit. Mos atë crossin që e gjuhet i gabim Mitrovic me kokë, dhe mos harro mbylljen që bëri Aslani në një krah. Mitrovic ky ja dha në krah Jovic, e vuri në qendër dhe hy Aslani dhe shpëton dhe del strakosha kap. Ishin 3 raste që ata mund na bëshin 3 pikshin. Skandaloze. Ishte për çajt. Dhe diçka që e tham dhe përpara. Mos i kritikoj një tifozët tonë, u dhënë sa gota plastike, sa burra, ne direkt shkojmë në ekstazi, direkt në një inferioritet detje. Dhe nota 10 arbitrit Massa. Arbitri Massa dje ka qenë më fantastik në fush. Mbajti një ndeshje fantastike, nuk ka bëj asgjë. Dhe aty që ne pretendojmë për sekondo për të dytë të verdh, nuk është e verdh. Në shumë pak për të dhënë atë të kuqen. Po të ishte që se kishte marrë të verdhe parë, do ishte e verdhe. Por të kuqe nuk mund të hapësh, duhet të presësh, po të bëte dhe rast tjetër, ndoshta do ishte e kuqe. Broja duhet luhet në qendër sulmit. Ta mbyllim këtë muhabet dhe pse diskutojmë. Urojmë që Silvinjo të vinë në zgjedhjen e duhur. Nuk ka për ta ndëgjuar Silvinjo, se ndoshta Silvinjo ka ide të tjera dhe do ta shikojmë Silvinjon më vonë, do ta shikojmë se si do luajmë këtë ndeshje që vjen, që me një kombëtar të dobët, dhe të presim se çfarë do bëhet. Por neve 99% dje firmosën vend të tretë. Do ta mbyllim me 2 pyetjet e fundit dhe do të cilësh rezultate këtë diskutim në fund. Por përpara se ndëmrim të pyetja e fundit, duhet të bëj një pyetje rreth Mario Mitaj. Ne në versimin ton më pak metafore kemi thënë që Mario Mitaj është, si ta thuash, nëse do të ishte Shqipëria një ekip futbolli në kampionat dhe jo kombëtare, personalisht do të thonin Mario, të lutem shiko për më lart sepse je për më shumë se sa Kaqet, për më shumë se sa Shqipëria. Niveli i lojës së tij, gjaftësia, driblimet, gjitha gjërat, është i vetmi futbollist i cili nuk ishte frikë nga askush, i fiton ato duelet aq bukur, dhe çikosh moshën e tij është të vesh dorën në kokë, krahasim me shumë lojtarë të tjerë, të cilët kemi shumë më të pjekur, se ta thuash, por dupi si i vetmi lojtar i cili mund të luante futboll dhe ta luante atë lehtëshëm sikur po luante me Andorrën. Mario Mitaj është fati që i kemi. Bëm pjesë të psikologjia e lojtarëve, janë lojtarë që nuk e kanë problem se luajnë kundër Moldavis o luajnë kundër Brazilit, nuk e vrasin mendjen. Mu më vjen keq që ai bëri atë zgjedhje që iku në Arabi, po bëri një zgjedhje më tepër financiare, sa ai është lojtar që mund luajë në kampionatet evropian me ekipet top 5 të çdo kampionati. Për arsye për vetë dhe dikush fuqia Mario Mitaj, se gjithon driblimi, jo është inteligjenca që ai ka në interpretimin e një gare. Inteligjenca. Se ti nuk e shikon Mario Mitaj që të dalin në sulme të bëj 30 krose si që janë shumë. E shikon në momentin e dur, në vendin e dur. Dhe ai ditë të lexoj, italisht thuhet senso e orientamentit, do thënë orientimin e trupit dhe mendja e tij e kap më përpara se të tjerët se ku do shkojë top dhe si do të veprojë kundërshtari. Kjo është shenjë e një lojtari të pjekur dhe një talenti. Se nuk ka talent kampion, nuk mund t'i themi vetëm një sulmuesi, pavarësisht se ai na bën të lumtur se na bën gol. Kampion është Dimshiti, kampion është Mitaj, janë kampion.
Pastaj lojtar të mirë është Hysaj, është Ismaili, është Trakosha portier i mirë, por nuk është një portier kampion, nuk është Buffon, më kupto? Po. Aslani është lojtar i mirë, por nuk është një kampion. Tash dhe di që do më kritikojnë shumë, por është e vërteta, është e vërteta. Është Ramadani, lojtar punëtor. Nuk mund të arrish do Daku, janë shumë lojtarë të mirë, Muçi. Ne i themi të gjithë, ne e bëjmë talentin, tjerë një lojtar bën 2 gola e themi talent. Jo, talenti është diçka e madhe. Talenti ynë në diçka që zgjidh ndeshjet, talenti i madh zgjidh ndeshjet për një kombëtare o për një klub që luan. Dhe për ta mbyllur drejtan se do të jemi në një tjetër intervistë të fundit pas ndeshjes se do të kemi me Letonin për të bërë aty një diskutim së bashku rreth mënyrës se si do të përfundojmë në këto 2 ndeshje të qershorit, por për ta mbyllur, për t'i dhënë pak shpresë ndoshta tifozëve të Shqipërisë me këtë barazim, kjo ndeshje përfundoi kështu, përfundoi në barazim. Ti the pak më parë që për ty është e pamundur që në Serbi, nuk e di mirë fillimisht se ku do të luajë ndeshja, në Beograd apo në stadiumin tjetër. Beograd do ta shkojnë, Beograd kanë për ta shkuar. Ato isha duke menduar dhe unë sepse në fillim tha që do luajnë te stadiumi ku luajti te Granit Xhaka herën e fundit, por duke parë gjithë atmosferën që u krijua dhe vetë trajneri i Serbisë sa do doja shumë tha që edhe ne të luajmë në një stadium si ky, duke nënkuptuar dërgimin e ndeshjes në Beograd, kështu që ka shumë gjasa që ndeshja të dërgohet aty në Beograd. Por pyetja ime është kjo, a mos ndoshta është më e lehtë, ne kemi thënë bashkë në intervistë disa kohë parë dhe ndoshta po del ajo logjika, ndoshta është më lehtë që ne fitojmë në Beograd se sa në Tiranë, sepse duke ditur gjithë presionin që kanë pasur edhe vetë federata për organizimin e kësaj ndeshje, për mënyrën se si mund të shkonte gjëja, se si mund të shkonte situata, lojtarët kishin një përgjegjësi për te janë sportive, ndërsa në Beograd është gjithë presioni është pikërisht te lojtarët serb. Na rikthehen pak ato skenat e 2 ndeshjeve që ne kemi zhvilluar në 2014, që humbëm në shtëpi dhe në Beograd e që nisëm jo mirë në fillim, po pastaj ishim shumë afër golit, shumë afër fitores. Në Beograd ka vetëm i fitues, Ballis Morina, mund ta dhe Federata mbrapa, Armando Duka. Mos e harrojmë asnjëherë herojt ishte ai që solli flamurin atje. Dhe u bë. Okej, se ka dhe një diskutim aty për shembull që ende sot e kësaj dite flitet që nëse ndeshja do vazhdonte deri në fund, do fitonte Shqipëria apo jo? Do humshin. Do rrieshin. Para sy e fillon keq ndeshën. Nuk ke tash mendimi im, se tash po flas me ata, jo po ne kështu. Po, është ai është ndeshje fituar nga Ballis Morina. Dhe aty djali ne i kemi borxh, unë as nuk e njoh as gjë, i kemi borxh atë krenari që na dha, pavarësisht se është një gjest i gabuar, se ti nuk mund të shkosh do të provokush. Po ai provokoi dhe ata brenda. Ai është gjithmonë një dinakri që është gjë e mirë. Dhe në sport dhe në jetë. Dhe ata ranë brenda, ato u nxil. I erdhi një flamur, ata shumë mirë mund ta bënin atë logjikim, mund ta bësh provokim, të vazhdojshin lojën, ta fitonin lojën, për arsye situatës që ata dolën nga mend. Pastaj u fitua, ti kthehemi prapë, u fitua nga politika e federatës, që shkoi fitoi gjyqin atje ku i fitoi. Për arsye ti nuk dilshe. Është drejt. Okej, dhe për ta mbyllur për ta përkufizuar të gjithë pyetjen është kjo, që me këtë rezultat që ne morëm, sipas mendimit tënd atëherë, si mund të arrijë Shqipëria të kapë të vendin e dytë? Çfarë duhet ndryshojë, çfarë duhet bëhet? Shqipëria që të kapi vendin e dytë nuk duhet të lejoj asnjë gabim më me ekipet e dopta, do të duhet marrë pikë të plota të ekipet dopta. Dhe të shkojnë në Beograd dhe ata për një barazim, që e shikoj shumë të vështirë. Megjithatë shikoj të vështirë, jo me pesimizëm. E shikoj për arsye për cilëtetin që kanë ata. Dhe ata, atë ndeshje do mblidhen. Dhe për atë ndeshje do jetë diçka më lart se sa futbolli. Dhe inshallah gabojmë prapë me tifozërinë, se ata nuk janë, të themi drejtë, janë më huligan, janë shumë huligan, ne jemi sportdashës. Dhe unë janë kafshëror. Kafshëror, po tamam, shkijet janë kafshëror shkijet. Unë po the vetëm kaq, se ata na shikojnë neve për shkak pasi jemi pasaportë italian, kur jam shkuar në Beograd, Dritan Dervishi, ata kujtojnë se jam nga Kosova, se është Dervish ka gjithë ne. E kupton? Direkte Kosova të pyesin nga ai, kur i thon nga Tirana më qet. Dhe shkijat janë kështu, janë ata, nuk diskutohet nga ana politike. Unë kam shumë miq serb, lojtarë që janë ndjem të mirë. Por nga ana politike ata çmenden. Dhe po të them, ne duhet fitojmë ekipet e dopta. Duhet që trajneri të kuptojë, mos e marrë si sfidë kundër çdo njeriu që i del. Pavarësisht se ai është i rrethuar dhe i blinduar me njerëz që nuk i tregojnë problemet. Nuk tregojnë njëri problemet atje. Atje thonë shumë mirë me barazim se Serbia ka dalë, Crvena Zvezda ka fituar, futbolli është përpara. Përndryshe nuk fitote Norvegjia me Italinë.
nuk fitonte. Pavarësisht se kanë Haaland që është lojtari më i mirë, por të tjerët janë rezerva në Itali, ata të tjerë 7 tjerët. Nuk kishe shkuar asnjëherë në botëror dhe kur pam rezultatin e asaj ndeshje Norvegji Itali më na shkoi në mend edhe të ndeshja e futbolli nuk luhet me bluze. Ta kam thënë, futbolli nuk luhet me bluze. Nuk luhet me bluze futbolli. Futbolli luhet me zemër, sidomos në kombëtare, duhet dashurosh për atë që i jep. Italia në këtë jemi shumë më lart se shumë kombëtare të tjera. Jemi shumë më lart. Italia për shembull për këto gjëra nuk është, ne jemi lart. Të gjithë ta thash në fillim, të gjithë e duam. Unë uroj që neve të shkojmë në Serbi, ndoshta ata mund të kenë gabuar, se do e gabojnë prapë ndeshje tjetër, ata, dhe të kenë vetëm një zgjedhje, vetëm fitore. Se ndoshta mund të gabosh dhe tjetër ata kanë 2 rezultate. Ne duhet shkojmë atje për 2 rezultate. Dhe më në fund i themi Silvinës ta kuptoj, të vej lojtarët atje ku është, të vej lojtarët atje në rolin që duhet. Dhe djemve të tifozërisë, ti shkojnë mbrapa kombëtares. Kombëtarja e Shqipërisë është një monument kulture që na bashkon të gjithëve, të djathtë, të majt, katolik, musliman, aty bashkohemi. Në politikë zihemi, shahemi, bëjmë, atje bashkohemi. Edhe kur shkojmë me kombëtar, unë kam bërë transfere kombëtare, pa i njoftur djem që vinë nga Maqedoni, nuk i njoh, nuk e ashtu. Aty shikojmë me një simbol ose me një përshëndetje dhe të gjithë jemi një kombë. Gjëra që ne duhet vazhdojmë dhe jashtë sportit. Nuk është mirë me thonë sa mirë me qenë shqiptar dhe të nesmen, me udhëzim me grushta, o me urry, o me thy, o me bë. Jo, o sa mirë me qenë shqiptar, me qenë siç ishim europian. Ta duam vendin ton dhe ta respektojmë dhe kundërshtarët e të gjithë. Kaq do e thoja. Shumë faleminderit Dretan Darvish që ishe pjesë e jona dhe ne urojmë sigurisht që të jemi në një tjetër diskutim pas ndeshjes me Letonin dhe të kemi ato 3 pikët për të parë pak më të qetë se çfarë duhet të bëjmë për të marrë ato vendin e dytë në grup. Shumë faleminderit. Faleminderit juve, mirupafshim. Mirupafshim.